Këta që agjërojnë, a duhet të vendosin verore në dorë? Jo, në fakt, verore në dorë nuk duhet vendos askush. Ai që na ruan dhe na mbron është vetëm Zoti i gjithësisë. Nuk na ruajnë dhe nuk na mbrojnë fijet e perit. Nuk na ruan dhe nuk na mbrojnë nuskat, hajmalit apo syri i kaltërt. Ai që na ruan dhe na mbron është vetëm Zoti, krijuesi i gjithësisë, Allahu i lartësuar. Këto janë problemet më dha dhe bin ndesh me besimin ton. Wa idha maridtu fa huwa yashfin, dhe kur unë sëmurem ai më shëron. Zoti i gjithësisë është ai që na ruan, është ai që na mbron. Jo fijet e perit, larg këtyre besimeve të kota. Feja jonë është fe e cila fton në natyrshmërinë e pastër. Me u lidh me krijuesin e gjithësisë, me Allahun e lartësuar. Ai na ruan dhe ai na mbron.